mirë se keni ardhur në procesin sportiv nga unë Ned Manushi dhe nga bukuroshja jonë Marina Vjollca. Mirë Marina. Mi mbrëma mirë se erdhët dhe për mbrëmjen e sotme, në fakt do të trajtojmë një temë shumë delikate, do të flasim për dhunën në futbollin shqiptar. Me të vërtetë sa është mbyllur një javë me dhunë, incidente, rrahje arbitras, çfarë s'ka pasur dashur miq në futbollin shqiptar gjatë këtyre ditëve. Është vërtet, kampionati i futbollit është kthyer krejtësisht në një kampionat boksi. Këtë do ta vërtetojmë vetëm pas pak pse po e them. Kalojmë tek miq tan, ftojmë të nderuarët president të futbollit, zotin Melamin Berati dhe Laçian Mamurrasi. Po ku jenë zemër, ku jenë se në mori malli, ku jenë më shpirt. Marina, Mi mbroma. Janë ata që investojnë futbollin tonë, janë miq tan përhershëm. Mi mbroma. Prania jote është mirë të komunitetit, ngërse prania ti nuk është mirë të komunitetit. Kemi dashur miq dhe bukuroshë Enketi dhe futbollistin Drumba. I ftojmë ata me një dorë trokitje. Si gjithmonë form Drumba, si gjithmonë form. Ku jere ma qëpë që të kërkoj, ku jere? Ja që kira po... A që la fosemi pasaj? Gjuti bim për të komunitetit. Nuk është nevojë. Drumba, ju lutem, jemi në emision. Arbitri ku e kemi? Arbitri vjen nga momenti në moment sepse është në sallën e reanimacionit, kështu që e presim. Shnek shu. Okej. Nisim me presidentet ta nderuar, ju lutem një situatë përgjithshme të futbollit. Po, klubet respektive. Mirë mbrama, njërë mirë mbrama për të tarë, zbet la fare. Tani, këto situata duen parë në dy këndvështrime. E para në këndvështrimin e parë, dhe e dyta pse jo në këndvështrimin e dytë. Apo jo, kolegë? Gjithë të këndvështrime janë të mirë të komunitetit. Halal. Shtë pra, neve jemi të transparentur dhe mund të themi shumë gjera, apo jo, kolegë? Është gjuti bim. Ju lutem se jemi në emision, kjo është një emision serios. Si do qoftë, zoti Melamin, e kemi filmime të qarta, ku ju jeni duke gjuajtur ndar gjyqtarit, dhe zoti Mamurrasi është ai që bën shenjë nga kamera që ta largoj policia, janë pamje të pa kontestueshme ne i kemi në Që kjo për fund për zotin... Po, kam një pyetje në fakt, zoti Mamurras. Ju duket normale ky fenomen në futbollin shqiptar dhuna? Të shë, po nuk bati që i grusht në futboll s'ka emocion. Normal. Dhe... Komuniteti tjetë për të pa neshën e vreka televizori, po komuniteti do me ardhë muar këtu, e në me gjytë më grushta për të mirë të komunitetit. Normale. Drumba, ju keni pas në njerë momente dhune, ju kanë goditur në njerë? Vidhimi brema, mi përqe shumë emisioni, vajra përqe shumë, këtë kjo... Kjo vjerë kjo. Unë zakonit të bukë edhe vrek për gjisë. Po, unë ku pëllodha më rapë, van, që është vërdal, pasaj të thanë, që s'ka rapë që ishe, nuk tuk është njëllat e zesa, pa daj. Kemi dhe njoftimi? Jo, duhet të vinë në fakt edhe arbitri. Kemi njoftimi nga regjia, kemi njoftimi nga regjia, dashur miq, jemi në pritje të gjyqtarit ndeshjes. Mirë mbrëma, si vajti ndeshja, besoj mirë? Shumë mirë. Ndeshja në fakt të them shkoj shumë mirë. Ta pyesim dashur miq pak edhe misin ton se ç'mendim ka ajo për dhunën në futbollin shqiptar. Unë vdes për Cristiano Ronaldo dhe jam shumë e dashuruar edhe me atë futbollistin tjetër Raul Bovën. Megjithatë, unë mendoj që unë jam për paqe rërat në botë edhe për paqe rërat në Afganistan rëra. Këtë mendoj. Unë përqe shumë ti.
Po na lërë qikëradër, ma qokara. Çu ti bim kush për mirë të komunitetit. Çu ti bim për mirë të komunitetit. Ore ma qok, po ne Duhet qetësoni, ju lutem duhet Po më zemër, që të është normale. është normale. Zoti Mamuras, pak më parë ju bët një shenjë, nuk e di për çfarë ishte kjo. Ato, të shenë në s'kina për kalbitë me dorë. Jo, në botë jo. Në s'kina për kalbitë me dorë, se botë jo. për të mirë të komunitetit nuk kina për kalbitë me dorë. Fare, për kokë të hende jo, unë nësë gënjej. Kamera në ka kap, për ne nuk kina për kalbitë me dorë. Në botë jo, për kokë plakë. Zoti Melami, ka dhe një problem tjetër shqetësues për futbollin shqiptar në këtë momente. Se ti në thënë neve që në ka kap kamera të Rafael Bitrin. Të ka kap kamera të Rafael Bitrin? Jo, re vla, qa mua bete se. Është një veprim, zoti Mamuras. Ky veprimi që isha të bon çdo. Fikni kamrat. Me mell kamerën. Jo, unë i kam thonë atim gjej Chelsea papagall. Që është papagall? Ja, thot vetaj kolegu. Për çfarë e doni Chelsea-n? Chelsea-n, për çfarë e donit? Me Rafael Bitrin. Pare, normale, për kështë normale. Për të mirë të komunitetit, për të mirë të Ja, komunitetit. ta thot vetaj. Jo, unë në fakt, i rash bilbilit, që të mbaroja në teshje. Edhe, u ktheva një këshu, këtej, ersirë. Pasaj një dritë e barë dhe madhe. Shiko. Pasaj një... Pasaj... Hapa sytë. Shovun doktora. Orti të ty. Ai ka qenë kaps, nuk ka pasë si gjo. Se qoftë ju të bëri parasysh dhe pasojat që mund të rëndojnë mbi klubet tuaja respektive. Por një moment tjetër ku doni ndaloni me ju zoti Melami është trukimet në futbollin shqiptar. Është bërë një problem shqetësues dhe këtu padyshim kemi nevojë që të bëjmë një lidhje drejt për drejt me federatën, të pyesim miqtë tanë të federatës se si përgjigjen ata përpara kësaj plagë të rëndësishme në futbollin tonë. Ne para se të dilni këtu, e para njerë mos në silni njerës që nuk mbajnë mend. Kë s'man mend, Allah. Si mund përgjigje unë për një gjë që s'man mend kë? Dhe e dyta, ne paguajmë, investojmë, këta i duan parat, grushtat tona jo, më vjen keq, apo jo, koleg? Dilian Deja, shko qa bënaj, are, po jem buri e këtu t'jara. Po jem bur, apo jo, koleg? Ta mën për të mirë të komunitetit. E bëjmë një lidhjen telefonike. Tentoj lidhjen me federatën. Abonenti që keni kërkuar është duke fjetur gjumë. Faleminderit. Urdhra. E pa mundur që të marrë një përgjigje zyrtare dhe nga federata për këto fenomenet të futbollit. Në higu e bitri pa i ra. Po do t'i bije, mërë vla. Do na falni vetëm një sekundë. 2 sekonda për të mirë të komunitetit. Për të mirë të komunitetit. Hate që këtu, hate këtu, arë ku vajtë a jena. Dashur miq, ishte procesi sportiv për sonte. Marina Ne ju natyrisht. falenderojmë vërtet shumë, urojmë që të paktën në vitin e ardhshëm të kemi sa më shumë gola e s'ma pa grushta. Vola vare. Ka dalë, qyqyr që hyni më në fund se ishte të ndalë shpirti. Dashur miq, ka përfunduar procesi sportiv me regjia të ndërpres linjën, jemi në finish. Po të ndërpret emisionin të me. Publicitet, ju lutem publicitet, është e pamundur. Në pritë në njërë të vrej. Ju lutem. E shef që se në prej njëri me, si kom qëras gjithë me. Shkire poti me. Në prej ke emisionin. O, jo mjeshtër, o, qyqyr që hyni më në fund, se do hyte jërë se ishte të mdalë shpirti më. Çfarë hyri, mërë, çfarë hyri? Se më kujtë me mua? Si o kjo Shqipja këshu më rea, hyni s'ke dina më pra më në fund më ho. Jo mi më, 6-0, këshu 4-0 pjesa parë. Qash neshe, këm ka 5 Urime, Ramadan, urime. Faleminderit, Marina. Po nuk keni ardhur vetëm, djaloshi që keni në krah, kush është? Me të drejtë pyesa. Ka që goca bukur, këte kytë shkon së të e zdvjezare. Të lutem, se këtë shkojme tani. Bëti shumë, me të ka që i bukur, më qere do pini ne i gjo shpejt, hajde në shti. Qërë do morë, sha? Direk me dhau. Po pyrek me dhal, mure mërë gazet, po merë me nej biftek se të zvertë surati më qiri bok, shumë më jam. Ka biftek? Biftek o përdzol, këshu, mish. Vezol? Qa ky Tiran si e tje? Tiran. Po qa Tiran si përdzol të me? Shiri bok, Ju jeni një... sa i mëdhe. Ju jeni një ekspert skedinash. Do jetë në i Tiran, s'po këra ke vatra më duket, se që ke bo pro gjithë. Ska mundësi.
Ju jeni një ekspert skedinash, ju lutem. Po. Por se nuk luani në kampionatin shqiptar skedina tuaja magjike? Unë neshe shqiptare. Po. Asir! Qire thuti më ku luen shqiptaret më manusho. Shko me mjes në re, shko me vuke kompjutri, taks ta merë. Se 10 neshe 8 orë para si ka përdal, me rezultat në kokë biles. Qere thë pa veni vogël, me në vesh gjitha manusho për le. Këtu, pa uap ku ti 10 kush do fitoj me, qere thuti, ja ma. Luga mu, shqiptare, ja. Po qëne? Do me kap skedin, do bas vdek. Mos luj as me gola, as me pjesë, as 4+, as 7+. Luje 250+ me tolla e ke kapme. Për zot në më, hajnë është ti ty qëras, hajde mo. Unë do brek!